Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër, të sinqertë. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala ja tërhek vërejtjen besimtarve që të mos mashtrohen dhe t'i pasojnë ato të cilët devijuan dhe lajthitën nga rruga e drejtë, nga ato që i harruan obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Që do të thotë se nëse njeriu i harron obligimet e Allahut subhanahu wa taala, do ta ketë përfundimin njëjtë si ata pra jo besimtarët. Allahu na ruajt. Mu për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala tha: "Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara." O ju të cilët keni besuar, rune veten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit, lëndjekse të cilët janë njerëzit dhe gurët. Pra njeriu kur futet thellë në jetën e kësaj bote dhe dominimi i jetës materiale dhe kështu me radhë, shpesh herë e bën njeriu të harroj obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Shpesh herë e bën njeriu të harroj edhe vetveten. Shpesh herë e bën njeriu të harroj gjërat e dobishme për te dhe kështu me radhë. Për atë Allahu subhanahu wa taala tha: "Nasullaha fa ansahum anfusahum." Ata e harruan Allahun subhanahu wa taala dhe si rezultat i kësaj harrese Allahu i bëri që ato ta harrojnë vetvetet e tyre. Mu për këtë nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala prej 7 katëqesh zbriti Kur'anin që t'i tregoj njeriut për realitetin e kësaj bote, për arsyen ekzistencës dhe për obligimet që ka kjo krijes karshi Allahut subhanahu wa ta'ala. Kala idha balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkruan gjendjen dhe thot: kur shpirti thot të arrin në fyt, kalla idha balagati taraq, pra momentin që shpirti arrin në fyt, wa qila man raq, në këto momente njeriu kërkon shpëtim, kërkon mjekim dhe pyetën vallë a ka ndonjë mjek, vallë a ka ndonjë specialist, vallë a ka ndonjë spital brenda apo jashtë shtetit që ta shërojnë filan personin. Wa qila man raq, pra kërkon mjekim. Wa dhanna annahu al-firaq. Mirë po, në ato momente i bahet e qartë se koha nuk është që të kërkohet shërim apo mjekim, por koha pra e kupton se është çasti i ndarjes nga kjo botë. Wa dhanna annahu al-firaq, atëherë bindet pra se është koha të përshëndetet me këtë botë, të ndahet nga kjo botë. Wal taffati as-saqu bis-saq, fillon thot dhe i ngrihen këmbët, pra shenja e parë e vdekjes është pra ftohja dhe ngrihja e këmbëve. Wal taffatu as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq, dhe ky pra niset në një udhtim përfundimtar për tek Zoti i tij. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala
na tregon se njeriu në këtë botë sa do të që të jetoj, një ditë pra do të kthehet tek ai. Atëherë shtrohet pyetja se në çfarë gjendje do të kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala. Vazhdon Allahu subhanahu wa taala dhe thot: "Fala saddaqa wala salla, walakin kadhaba wa tawalla, wa dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla." Ky person as nuk i harroi obligimet e Allahut subhanahu wa taala, as nuk ishte nga ato që dha zakatin dhe as nuk ishte nga ai që falte namazin. Fala saddaqa wala salla, walakin kadhaba wa tawalla, mirpo i përgënjeshtroi dhe u largua nga rruga e drejtë, u largua nga obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, dhe edhe pse u largu nga kjo rrugë, nuk i kryvi obligimet e Allahut subhanahu wa taala, shkonte tek rrethi dhe tek familja i vet, yatamatta, si mendjemadh për të arriturat të cilat i ka arrit në këtë botë. Dhe nuk e dinte se çdo arritje e cila e kishte ba në llogari të obligimeve dhe të drejtave të Allahut subhanahu wa taala, në atë kur të dalë para Allahut, do të jetë arritje e kotë dhe pa vlefshme tek Allahu subhanahu wa taala. Awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla. Mirë për ty, pastaj mirë për ty. E yahsabu al-insanu an yutraka suda. Vallë, mos mendoj njeriu se do të lehet në këtë botë pa përgjegjësi. Mos mendoj vallë njeriu se do të lehet në këtë botë pa llogari. Alam nakun nutfatan min mani'in yumna, a ishte një copë fare. Pastaj thot thumma ka min mani'in yumna, thumma pastaj u bë një copë gjaku. فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى, pastaj i krijoi dy çifte, meshkuj dhe femna. Alaysa dhalika biqadiran ala an yuhyiya al-mauta, a nuk është ky Zot ai që ka mundësi që ta ringjallë të vdekurin. Pra të nderuar vëllezër, në 5 ajete apo në 6 ajete Allahu subhanahu wa taala na përshkruvi komplet procesin e krijimit, ardhjes tonë në këtë botë dhe kthimin tonë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, nga një far, pastaj në copë gjaku, në embrionin e nënës, pastaj vjen në këtë botë çift, pra meshkuj dhe femna, pastaj kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu dëshme na tha neve që mos të dyshoni, sepse ai që ju krijoi juve nga asgjëja ka mundësi që t'ju ringjallë, sepse edhe pse për Allahu nuk ka gjatë të lehtë dhe të vështirë, mirë po ringjallja logjikisht është më e lehtë se sa fillimi i krijimit nga asgjëja. Të nderuar vëllezër, në këto momente njeriu gjaja e vetme e cila do t'i kujtohet janë veprat e veta. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab. Atë ditë do të ndriçoj toka dhe do të vuhet peshpra libri me veprat e tija. Do të vuhet peshorja dhe do të vinë me lajket, me regjistrat, çdo vepër që njeriu ka bë në këtë botë, të mirë apo të keqe, do ta gjej. Dhe Allahu nuk do t'i baj pa drejt askujt. Në atë moment të nderuar vëllezër, do të zhvishemi nga çdo lloj pozite. Do të zhvishemi nga çdo lloj fame. Thjesht fama do të jetë pjesë e historisë. Do të përmendemi për të mirë apo për të keq, siç janë përmend ato para nesh për të mirë apo për të keq,
thjesht do të mbetemi një pjesë e historisë, dhe ajo që do të na shoqëroj neve para Allahut subhanahu wa taala do të jenë veprat e jona. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, tha fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla. Pra ky person nuk i kryvi obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Përveç që nuk i kryvi obligimet e Allahut subhanahu wa taala, i bëri edhe ndalesat që Allahu subhanahu wa taala ja ndaloi. Pra jetoj në këtë botë pa qëllim, jetoj në këtë botë pa obligime. E yahsabul insanu an yutraka suda. Vallë, krijimi i këtij kozmosi, krijimi i këtij planeti, zbritja e librave dhe dërgimi i pejgamberëve dhe kështu me radhë. Allahu thot, vallë, gjithë kjo gjë, a mendon njeriu se ka ardhur në këtë kot, në këtë botë thjesht kot, pa përgjegjësi, thjesht të jetoj disa çaste dhe të largohet? As se si thot Allahu subhanahu wa taala. Mirë po ka ardhur për një qëllim të caktuar. A nuk i takon Allahut subhanahu wa taala që na krijoi në formën më të mirë? Na furnizoi me furnizime të lloj-llojshme. Dhe të nderuar vëllezër, furnizimi dhe risku nuk kufizohet në pasuri, me familje dhe fëmijë dhe me begati dhe ushqim dhe pije dhe të gjitha gjërat e nevojshme që janë që ta kemi një jetë komode në këtë botë. Vetëm një pyetje t'ia shtron vetvetes tonë, a kishte pas jeta kuptim? Ti kishim pas të gjithë luksin dhe të gjithë gjërat, thjesht mos kishim pas mundësi, mos ta kishim pas mundësinë e shikimit. A kishte pas qëllim, apo a kishte pas lezet, apo a kishte pas komoditet kjo botë pa shikim? Pra një dhunti nga dhuntit e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu subhanahu wa taala tregon për dhuntit, për mirësisë dhe kështu me radhë, mirë por tha, mos mendoni se gjithë këto begati, gjithë këto dhunti dhe gjithë këto gjëra ju kemi kriju, pastaj thot në formën më të mirë dhe në fund mos të merreni pra në pyetje dhe në përgjegjësi. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na bëri disa obligime dhe na vuni disa ndalesa. Momentin që njeriu i kryen këto obligime dhe largohet nga këto ndalesa, ky njeri është duke jetu pra si besimtar. Ai person i cili jeton pa kufi në këtë botë, nuk ka kufi. Dëshirat janë ato që ja udhëheqin, ky më shumë i përgjajnë jetës shtazore se sa asaj njerëzore. Vetëm të nderuar vëllezër, shtazët janë ato që nuk kanë kufi, dhe shtazët janë që njeriu ndonjëherë që mos i kalojnë tek personi tjetër i vën kufi. Pra nuk ka kuptim jeta të jetohet pa kufin. Nuk ka kuptim jeta të jetohet pa i kryt obligimet dhe të drejtat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala ka shumë obligime dhe kanë disa ndalesa që na kanë ndalu. Mirë po në këtë ajet thot fala saddaqa wala salla. Janë dy obligime kryesore, janë dy shtylla kryesore që e ka obligim besimtarit i kryen. E ato janë namazi dhe zakati. Namazi është obligim i trupit si shenjë falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe ndërsa nxjerrja e zakatit është si shenjë falënderimit për furnizimin dhe pasurinë që Allahu subhanahu wa taala e ka begatu atë person. Pra, mos të bëhemi nga ato që thot Allahu përgënjeshtruan dhe u larguan. Është fakt se ti ndoshta nuk e përgënjeshtran në teori dhe e thu shahadetin dhe e thu dhe kështu me radhë, mirë po veprat e tuaja i kundërshtojnë fjalët e tuaja. Pra, nëse e thu diçka, vepra ta kundërshton, ndërsa besimtari duhet me qenë sipas pra fjala duhet me u përshtat edhe veprës. Allahu subhanahu wa taala i takojnë shembujt më të lartë. Mirë po marr një shembull që ta parafroj. Nëse një njeri, pa marrë parasysh kush është ai njeri, ta jep një obligim që ta kryesh. Nëse nuk e ke kry atë obligim, mundohesh dhe ikën nga ai person.
Nëse je në shoqëri e shef atë person, mundohesh dhe ikësh dhe ndihesh keq, dhe thu mos të më shoh filani, sepse ma ka la një punë mi kry dhe unë nuk e kam kry. Të nderuar vëllezër, muslimani duhet me qenë vigjilent dhe i zgjuar. Para se bahet vonë, këtë shembuj të reflektoj në jetën e tij, karshi me Allahun subhanahu wa taala. Nëse mundesh të ikësh nga ai person që të ka lënë një obligim dhe nuk e ke kry, ndoshta edhe nuk e ke pas obligim, dije ila rabbike yawma idhinil masaq. Nuk ke mundësi ku të ikësh nga Allahu subhanahu wa taala. Distanca jote dhe ikja jote nga Allahu subhanahu wa taala është e kufizuar me ditë. Momentin që të përfundojnë ditë, atë të ka përfundu edhe largimi dhe distanca yte nga Allahu subhanahu wa taala. Pra, mos të turprohemi, mos të jemi nga ato që turprohemi kur nuk i krym obligimet e njerëzve, dhe fare mos të bëm pra as kur gjatë ku se s'ka ndodh asgjë, kur jetojmë 20, 30, 40, 50, 60 dhe 70 vite dhe thjesht obligimet e Allahut subhanahu wa taala nuk i krym. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka pru shumë shembuj kur flet për jo besimtar, për hipokrit dhe kështu me radhë, në mënyrë të detajzuar. Këto nuk i ka pru nga boshllëku, të nderuar vëllezër, po thjesht i ka pru se nëse edhe ne vepron, pra i ka pru do me na tregu se këto tregime dhe apo veprat e tyre janë vepra ngjitse, janë sëmundje ngjitse, që do me thonë nëse ato vepra barten tek ti, dije se përfundimi jot është si përfundimi i tij. Pra thjesht këto tregime që Allahu na sjell në Kur'an, të nderuar vëllezër, dhe me na tregu dhe me na çu mesazh se të keni kujdes dhe mos bini pre dhe mos u bëni, pra mos bani vepra të cilët i kanë bë ato që ishin para jush, që të përfundoni siç kanë përfundu ata. Mirë po, el muslimu kejsun fatin, muslimani besimtari është i zgjuar, njeri është vigjilent që duhet të reflektoj para se të bëhet vonë. Pra, namazi dhe zakati janë dy shtylla kryesore që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë një lloj garance që nëse këto dy shtylla kryhen, pra sidomos namazi, veprat të cilët do të vinë pas do të jenë pra më të lehta, sepse nëse namazi është në rregull dhe veprat tjera janë në rregull, mirë po edhe e kundërta, nëse namazi nuk është në rregull, veprat tjera nuk janë në rregull. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na zbardh ftyrën atë ditë kur të dalim para tij, si thot Allahu yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Atë ditë do ftyra do të jenë të bardha, mirë po do ftyra do të jenë të zeza. Të zeza do të jenë ato ftyra, të nderuar vëllezër, që nuk i kryn obligimet e Allahut në këtë botë. Dërsa ftyra të bardha do të jenë ato ftyra që i kryen obligimet e Allahut subhanahu wa taala në këtë botë. Dhe është turp sot të themi se unë nuk i kam ditë cilat janë obligimet e Allahut subhanahu wa taala, sepse sot arritja të informacioni, arritja të dituria është shumë lehtë. Atëherën askush nuk ka arsye që nesër të dalë para Allahut dhe kur ta pyesë Allahut të thotë: o Allah, unë nuk e dita se e kam pas këtë obligim karshiteje. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.